Pse është e rëndësishme familja? Familja përbëhet nga një grup shpirtrash, të cilët kanë sjedhur që në këtë botë të luajnë role të caktuara në raport me njëri tjetrin. Secili rol i bukur apo i shëmtuar që anëtarët e familjes sonë kanë marrë përsipër të luajnë në jetën tonë në raport me ne, është shumë thelbësor për evolucionin tonë si qenie. Ky rol mund të jetë kyç për përpunimin e karmave tona ose për arritjen e misionit që shpirti ynë ka marrë përsipër në këtë rimishërim. Mund të ndodhë që të jetë kombinimi të dyave. Në çdo rast, ai shërben evoluimit tonë si qenie. Personat të cilët në këtë rimishërim kanë lidhje gjaku, krahas sa më sipër, kanë edhe një lidhje tjetër të veçantë. Nëpërmjet kodit gjenetik, ata kanë një memorie gjenetike të përbashkët. Siç dihet, kodi gjenetik nuk përmban vetëm tiparet fizike, por përmban edhe informacionin mental, emocional dhe shpirtëror. Ky informacion luan një rol shumë të rëndësishëm në atë që ne jemi. Duke njohur dhe duke dashur gjenet tona, ne duam vetveten.